Afro 35 civil palestinez kanë mbetur të vdekur në rripin e Gazës, duke e çuar numrin e të vdekurve në disa 10.000 që nga tetori i vitit 2023. Pjesa më e madhe e viktimave ishin pranë qendrave të ndihmave humanitare, thanë zyrtarët lokal të shëndetësisë. Një total për 163 personash janë vrarë më herët dhe më shumë se 1.000 të plagosur, duke përpjekur të arrinin në pak vende ndihme të operuara nga fondacioni, që kur filloi punën 2 javë më parë pas një bllokade 3 mujore. Kombet e Bashkuara kanë thënë se bllokada solli enklavën palestineze në prag të Urisë dhe se furnizimet me ushqim mbeten kritikisht të ulta. Fondacioni për ndihmën humanitare në Gaza tha se nuk kishte ndjeni të incidentit, por se po punon ngushtë me autoritetet izraelite për të siguruar që rrugët e sigurta të kalimit të ruhen dhe se është thelbësore që palestinezët të ndjekin nga afër udhëzimet. Në fund të fundit zgjidhja është më shumë ndihmë, e cila do të krijojë më shumë siguri dhe më pak urgjencë midis popullsisë, tha ajo në një kthim përgjigje për agjencinë e lajmeve Reuters. Nuk ka ende ushqim të mjaftueshëm për të ushqyer të gjithë ata që kanë nevojë në Gaza. Fokusi ynë aktual është të ushqejmë sa më shumë njerëz të jetë mundur në mënyrë të sigurt brenda kufizimeve të një mjedisi shumë të paqëndrueshëm, përfundon emaili. OKB dhe grupet e tjera të ndihmave kanë refuzuar fondacionin humanitar në Gaza si të dyshimt, pasi sipas tyre ajo përdor kontraktor privat me mbështetje ushtarake izraelite. Zyrtarët e shëndetësisë në Gaza thanë se 10 persona të tjerë u vranë në një sulm ajror izraelit në Khan Younis në jug të enklavës. Ushtria izraelite nuk dha asnjë koment të menjëhershëm mbi këto raporte.